U gati për unazën, zbardhen SMS që Balluku i dërgon Elvis Berberit për tenderin. Në kuadër të një hetimi mbi procedurat e prokurimit për projektin e unazës së jashtme Tiranë janë bërë publike komunikime të shumta telefonike mes zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës, tashmë e pezulluar nga detyra Belinda Balluku dhe ish-drejtori i ARSH-s Elvis Berberi të datës 1 dhe 5 tetor 2021. Sipas hetimit, në 1 tetor 2021, dy zyrtarët kanë shkëmbyer mesazhe të vazhdueshme lidhur me unazën e madhe të Tiranës, ku Balluku i kërkon Berberit të jetë gati për njoftimin, ndërsa biseda vijon mbi publikimin dhe koordinimin e veprimeve për procedurën në fjalë. Në një moment Balluku i shkruan: "Asnjë ndryshim, thjesht të bëj këngën, por jam në Kuks." Më vonë, gjatë të njëjtës ditë, komunikimi vijon për afatet e veprimeve dhe shtyrje në njoftimeve deri të mërkurën, ndërsa në 5 tetor 2021 Berberi njofton Ballukun se një emision investigativ ka kërkuar informacion zyrtar për procedurën e prokurimit të lotit një shqiponja, duke pyetur për shpalljen e fituesit dhe ankesa të mundshme. Balluku i përgjigjet: "Të plasi trapi, bëj punën dhe zbato ligjin. Nesër publikoj të gjitha në darkë." Sipas hetimit të nesërmen në 6 tetor 2021 në orën 23, në sistemin elektronik të prokurimit është përfunduar vlerësimi i ofertave të operatorëve ekonomik nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave për procedurën ndërtimi i unazës së jashtme Tiranë loti 4.